طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazit të nderuar, jemi tek libri Mjekësia e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga Ibn Qayyim el-Jauziyja. Kemi arritur tek peshku. Vazhdon autori i librit, thotë transmeton hadithin nga Imam Ahmedi dhe Ibn Majah, të përcjellur nga Abdullah ibn Omeri se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, neve thot na janë lejuar dy lloj kafshësh të ngordhura dhe thot dy lloj gjakrash. Na janë lejuar. Ajet a ka që ndalohen gjakrat dhe ngordhësira? Ka. Nëse një person vjen me ajet kuranor, pa e ditë hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, peshqit dhe karkalecat ka me t'i bo haram. Peshqit dhe karkalecat ka me t'i bo haram. A ngordh peshku kur ta hekish prej ujit? Po. Ti që e mohon hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam si burim të dytë të shariatit, ku keme marrë lejesën e peshkut? Ti që i thu vetit, unë jem kuranist, që shkeme leju peshkun dhe karkalicat? Allah në Kur'an e ka potencu që e ka ndalu ngurësiren. Bukur. Po gjakrat? Me qëfar ajetit i kime leju gjakrat? Pre tyre është mëlqia dhe shpletka. Gjakrat tjera ndalohen. A ki po, mëlqia o kretë mushni aziz, është kretë gjak. Edhe mëlqia edhe kjo tjetra shpletka. Shikoni sa ka rëndësi hadithi pejgamberit alayhis salam. Ajeti vjen në aspektin e përgjithshëm, ndërsa hadithi e specifikon, pastaj thotë çto janë të lejuar. Këto tjera të kretë janë të ndaluar sepse ajeti është i qartë. Bukur. Peshqit janë të shumë llojshëm. E dini, peshqit janë shumë të llojshëm. Thot, më të mirit prej tyre janë më të shishmit, më kundërmuesit, me madhësi mesatare, me pak hala. Kanë hala, disa kanë hala shumë, apo? Thot, me mish të butë që jetojnë në ujra të ëmbla, që rjedhin mbi guralec, e të cilët ushqejnë me bim, e jo me mbeturina organike. Ujrat më të mira për peshqit, e parapëlqyer për të ngrënë, janë ujrat të ëmbla që rjedhin në shkretëtirat shkëmbor. Thot, pastaj ato që kalojnë në shtretër ranor, ku nuk derdhen mbeturina, që kanë temperaturë mesatare dhe që i rreh era e dielli. Më thonë, du të me shikua dhe ku po merë peshqja, po? Më thonë, në vendet mira ku s'ka mbeturina, pse po themi kështu? Sepse ata kanë mi konsumu ato mbeturinat. Për ata shtu du të me shikua dhe ku i merë ato peshqe. Peshqit e detit janë gjithashtu të but edhe të shishëm. Thot, mishi peshku të detit, që ka lëkur të but dhe është i ftoht dhe i lagësht, i vështirë për të tretur dhe prodhon sasi të tepërta këlbaze. Megjithatë, ai krijon një temperament të pranueshëm. Dhe thot, e rrit, thot, prodhimin e spermës dhe pjellori. Dhe thot, bën ma pjellor. Dhe thot, ashtu si që zbut llojet, si që zbut gjendjet e nxehta. Pjesa më e mirë e mishit të peshkut është ajo afër bishtit peshkut. Mona në mend. Pjesa më e mirë e mishit peshkut është çka? Është pjesa e bishtit. Ndërsa pjesët e tjera kanë më tepër tul edhe vjam. Në disa gjendet ky rrëfimi Xhabir ibn Abdullah, pejgamberi sa na dërgoi 300 kalorës nën komandën e Ebu Ubejde ibn Jarrahut. Ne shkuam thot në Bregdet, por shpejt na kapi uria. Normalisht kanë shku, edhe pastaj ka hap uria gjatë rrugtimit. Aq sa po hanim gjethe pemë, s'kishim çfarë hongër. Dhe thot, pas një farë kohe deti nxori një balen të quajtur Anbar, balenë e madhe. Edhe thot, me mishin e saj ne ushqyem rreth 2 javë. Balenë e madhe, subhanallahu, ku ma hongër për njerë ata. Dhe thot, kurse dhjamin e përdorëm si lyrë për ushqimet tjera.
Pastaj Ubejde mori një brinje të balenës dhe i tha një burri që të hipte në deve, e ashtu hipër siç ishte të kalonte në brinje dhe burri e bëri këtë me lehtësi. Bukur. Tash I kemi gjethet e repës zviceriane, silk. Repa, për dini çka është repa? Bukur. Tirmidhiu dhe Abu Davudi shënojnë nga Mundhir ka treguar njëherë pejgamberi sallallahu na erdhi për vizitë bashkë me Aliun radiallahu anhu. Thot I cili ende se kishte marrë veten nga smundja, ishte I smut. Aty ndodhen disa kalavesha me hurma dhe filloi mi hungër. Tha çfarë? Pejgamberi sallallahu nisi të hante e po kështu edhe Aliu. Por I dërguar Allah sasam ju drejtua Aliut, thot mjaft, se hala se ki marrë vetën. Mos ha shumë. Na e dimë vllazi, për shembull një person I cili ka barkçitje. Edhe mi thon hash ha dush, është në fazën e kurimit, ti bi thush çuha gjell me lëng që është. Aty plot yndyrë është. Ti nuk shnoshesh mos tej. Duhet me marr gjëra të thata që me të shtrëngu lukthi. Apo, sepse rikthehet smuja. Më pas kujdes, ose për shembull fytin e ki, ti më shkuar dhe me marr ujë frigoriferit. Pastaj thot mjaft I thot, ti ende se ke marr veten mirë. Thot këtë ja tha disa herë derisa Aliu nuk hëngrimo për këtë arsye, unë përgatita pak elb me gjethe të ziera silku rep zviceriane, thot me gjethe të spinaqit, si të spinaqit. Kësaj radhe pejgamberi sa mi tha Aliut, haje këtë ushqim sepse ky është I mirë për ty. Kjo është I mirë për ty. Kjo bimë është e nxehtë dhe e thatë në gratë të parë, por përmban edhe një ftohtësi të lehtë brenda, ajo shkrin dhe ha bllokimet, lëngu I repës së zezë sjell kapslëk dhe ndihmon kundra puçrave, zbokthit dhe lydhve, nëse përdoret si ilaç I jashtëm dhe thot ai gjithashtu mbyt, më thon morrat në kokë, por mund të përdoret si pomadë dhe kundra urdhjes nëse përzihet me mjalt, sil ku hap bllokimet në mëlçi dhe në shpret. Bukur. Tash kemi elbin vllazni. Elbi. Ibn Majah sjell në librin e tij në këtë rrëfim të Aishës kur smurej ndonjë pjesëtar I familjes pejgamberit alayhis salam, thot ai urdhronte që të gatuej sup prej elbit. Sup prej elbit. Thot ndërsa I smuri urdhroi që të hante. Pejgamberi sa thoshte ajo sup me elb e forcon thot zemrën të pikëlluarit dhe qetëson thot zemrën e të smuarit. Një lloj sikur ndonjëri prej jush të laj papastërtinë e fytyrës së vet me ujë. Azni, ç'ky supa e elbit është shumë I mirë kur personi ka mërzi pikëllim. Edhe kjo e qetëson apo I qetëson ato nervat e lukthit me një aspekt. Për atë arsye është mirë me ngrën sup prej elbit. Ne kemi sqaruar edhe më lart se ky hadith flet për lëngun e elbit zier, I cili është më I ushqyeshëm se sa mielli I tij. Thot lëngu I elbit ndikon kundra kollës, skuqjes së fytit dhe thot sekrecionet e tepërta të acaruara, shton thot urinimin, pastron stomakun, shuan etjen, largon të nxehtit. Ai jep qetësi trupit dhe ka veti dekompozuese. Për të arritur këto rezultate, një mas elbi të cilësisë së mirë I shtohen 5 masa ujë. Thot hidhen bashkë në një enë, vendosen në zjarr jo të tepërt, apo jo të fortë, në mënyrë që të zihej ngadalë, kadakadale, jo për një herë muzi, po muzi kadakadale, si për shembull jo me lshu, nëse I keni ploçat, jo me lshu për shembull në trash, po me lshu në nish apo në dysh. Në thjesht me pas një lloj zjerje të ngadalshme. Ka gjella të ndryshme që I bëjnë për shembull I zin kadakadale. Te na për shembull ai po kur ta bëjnë pasulin që e qesin në fund të në çoshe të shporetit, pse e qesin a bëhet më I lezetshëm? Po, kadakadale. Tu zi. Po dhe çaji ç'është, çaji zi për shembull, çaji rusit. Ku të bëhet shumë më e mirë, po. Subhanallahu, ky para 15 para sa shekujve Ibn Kaimi po e tregon këtë gjë. Mishi I pjekur tash. Thot Allah thot për rastin kur Ibrahimit I bujtën mysafirët e nderuar. E erdhën mysafira, po. Thot dhe ai nxitoi që ti kënaqte ata me një viç të pjekur. Ibrahimi alayhis salam e kishte pjekur mishin në prush.
mishin prush e ka pjek. Tirmidhiu shënon se Umu Seleme ka thënë, një herë ajo i solli pejgamberit alayhis salam një thellë mishi të pjekur, të cilën ai e hëngri dhe më pas u ngrit e falte namaz pa marr abdest. Sipas Tirmidhiut ky është një hadith autentik. Pse po thot pa marr abdest vëllazër? Çe mërmendja? Përpara se u tash me marr abdest. Domethënë tu po thot pa marr abdest sepse është mirë me marr abdest edhe nëse hani mish të fërguar. Ka hadithe që është mirë me marr abdest kur hani mish të fërguar. Thot, apo she, thell mishi të pjekur, i pjekur që është, thot të cilën ai e hëngri dhe më pas u ngrit të falte namaz pa marr abdest. Thot sipas Tirmidhit ky është një hadith autentik. Ai sjell edhe një rrëfim të Abdullah ibn Harithit që thot, ne hëngrëm mish me të pjekur me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam brenda në xhami. Subhanallah, çfarë dobi e se nuk e di. Që me marr abdest kur han mish të fërguar apo të pjekur. Por edhe për devin kemi, kush han mish deve duhet me marr abdest apo me ndru abdest. Qysh? Tomël? Jo. Për tomën nuk e di. Me la gojen koha. Qumshti nëse e lan gojen, është mirë pas larje, pas pirjes së qumshtit me la gojen. Shtot pyetja pse? Ka i ndyrë. Ka i ndyrë. I prish dhomt. Subhanallah, i prish dhomt. Çdo herë kur pini tomël, shkoni dhe shpërlani gojen sepse rrin në për dhomë, rrin yndyra dhe t'i shkatron dhomt. Dhe Muhamedi alayhis salam të ka tregu se qysh me e përdor. I njëjtë autor Tirmidhiu sjell në librin e tij tregimin e Mughira ibn Shu'bes, i cili thot, kur isha një natë mysafir te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai urdhroi që t'i piçnim pak mish, për të cilin mori një thik dhe nisi ta priste një copë për mua. Pastaj thot erdhi Bilali që thriste ezanin, kurse pejgamberi e la thikën dhe e pyeti, si është puna me të? Mishi më i miri pjekur është ai delës 1 vjeçare, thot. Mishi i pjekur më i miri është 1 vjeçar. Pastaj i delës së majme, që është pak më e trashë. Ky lloj mishi është i nxehtë dhe i laksht. Krijon vrerë të zi, por është ushqim më i ushqyeshëm si për të shëndetshmit, thot, edhe për atë që janë të sëmurë ose në shërim e sipër. Mishi i zier është më i miri. Këto edhe sot mjek të thojnë, apo? Sot mjek të thënë që mishi i zier është më i mirë se sa i pjekur. Sot e ke postu. Edhe sot e kam postu. Thot më i lehtë për stomakun, thot. Dhe ka më tepër lagështi. Mishi i skuqur është më pak i shëndetshëm në krahasim me mishin e zier. Thot ndërsa më i keq është mishi i tharë në diell. Mas shumë që e kemi në qaf. Fije. Para mëna. Ti merr për shembull mishin e thot, apo në dielli që e lojnë që thohet, edhe kur ta marrësh fije ku ti qesi shkryp asaj, ajo të kënaq. Ai të kënaq çtu, po pra mrana nuk të kënaq. Nuk është i shëndetshëm, sikur mishi i zier. Thot më i keq është mishi i tharë në diell, po ashtu mishi i pjekur në prush është më i mirë se ai i pjekur në zjarr. Domethënë, nëse e kemi prushin, mbi prush nëse e qet, dhe me një vend e ki zjarin, pe i zjarit po piqet, apo, që ky prushit është më i mirë. Dhe që ky prushit gradualisht e pjek, apo, edhe në hellë, kërë qet edhe e lëviz. Dhe në kjo është më mirë në krahasim me ato i cili flakën e merë, dhe thot, mishi. Tash e kemi dhjamin. Në Musned tregohet se Enesi ka thënë që njëherë një qifut, jahudi, ftoi si mysafir pejgamberin a.s. Dhe se qifuti i nxori për të ngrënë buk elbi me dhjam të shkrirë, të cilit i kishte ndryshuar era nga qëndrimi i gjatë. Lloj më i mirë i dhjamit është ai kafshëve shtëpiake. Lloj më i mirë i dhjamit është i kafshëve shtëpiake. Na kemi mësuar ndryshe, apo? Dhjam i kafshëve s'bën me përdor se është i rrezikshëm për zemër, është i rrezikshëm për trupin e njeriu, përkundrazi, nëse hahet me mas, nuk ka dëm. Thot dhjami është i nxehtë dhe i lagsht, por më pak i lagsht se gjalpi i tretur. Kjo shpjegon përse kur shkrim dhjamin dhe gjalpin e tretur, dhjami ngrin më shpejt.
Paramendo vllazni, nëse ju e hani dhjamin, edhe në çato momente e merrni një gotë ftoft ujit. Çfarë bën dhjamit? E trash për një. Që ato du të me pas kujdes. Si margarinë bën. Në trup në gjitët e, tamam. Unë du të me pas kujdes. Pastaj thot, dhjami është i mirë për acarimin e fytit. Nëse ki probleme me fyt, atëherë është i mirë për acarimin e fytit. Megjithatë, ai shkakton shtypje dhe prishje. Për të asnjansuar ndikimet negative të dhjamit, shërben çka? Kur ta përdor atë, për mi bë një balancë, është mirë me përdor limon, krip edhe xhenxhefil. Limon, krip, xhenxhefil. Kundër vjamit. Për me bo, subhanallah, na I kemi trajtu këtu. Për shembull, ti e merr një ushqim caktuar, atëherë merr edhe një ushqim tjetër që e bën balancin mes kësaj dhe asaj. Do thonë ti merr vjam, por mos me çka këtu do me vjami, atëherë për me neutralizu pak a shumë, çka? Merr limon, merr domethënë krip edhe xhenxhefil. Për me balancu. Pastaj thot dhjami I dhis shkakton kapslëk. Më tepër se çdo dhjam tjetër. Thot ndërsa dhjami I cjapit është I shpërbërës më I mirë dhe ndihmon kundra ulqerave të stomakut, të thatit në lukth. Dhjami I cjapit. Dhjami I cjapit avne për ulqerën e lukthit. Edhe dhjami I dhis përdoret kundër ulqerave të stomakut ose për rastet kur ka rrjepje të lëkurës, si pasojë dëmtimeve të jashtme ose sëmundjeve të ndryshme, ai shërben gjithashtu kundër spazmave, ngushtim. Spazm është si ngushtim I fshiksës urinare apo zorës së trash deri në takimin e radhës me namazin, me durimin, me agjërimin, pastaj I kemi zvaraniku dab, bretkosat, e kështu me radh. Subhaneke Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruke wa atubu ilejk. Allahu ju shpërbleft.